Sali Berisha ka prezantuar kandidatët për deputet të koalicionit Partia Demokratike e Aleanca për Shqipëri Madhështore në Himar. Gjatë fjalës së tij, kreu i Partisë Demokratike u shpreh se ndërtimi i Shqipërisë Madhështore do të niset nga dëmshuria dhe solidariteti njerëzor. 100 ditë të para, ne vendosim minimum jetik 200 euro për çdo shqiptar që merr më pak se 200 euro se nuk merr. Çka do thotë? Se në Shqipëri s'mund të ketë pension në 200 euro. Qofti pjesëshëm, qofti ploti, çfarë do llojit, pensioni minimal do të jetë 200 euro. Çdo i pa punë, se çdo njeri në ndihmë ekonomike, çdo student me bursë, çdo fëmijë me një prind, me baban ose nënën, do ketë 200 euro në muaj. Sipas Berishës, në këtë paketë rrogë ultit që nuk mund të kenë rrogë më të ulët se 500 euro, pensionistët, ata që marrin minimum jetik, do të kenë kartën e konsumatorit. Karta e konsumatorit do u rikthej atyre të gjithë të vëshën, pra 20% të çmimit të gjërave që blejnë për jetesën e tyre, dhe kjo është e barabartë me 400-500 euro në vit. Projekti ynë për Shqipërinë Madhështore parashikon uljen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorin në 7 lekë. Nafta s'do mund shitet kurrë më shumë se sa më të shtrenjtë se në Maqedoni dhe në Kosovë. Biznesi i vogël do të paguajë me 6 lekë energjinë, ndërsa tavani për TVSH dhe tatim fitimin do të spostohet nga 100.000 euro dhe 140.000 që është përkatësisht në 180.000 euro.